Qërë, sezona më e mira sezona është fillimi i verës, do me thonë një muj para se mi në verë, edhe tash kur dalim për verës, për shkak që llogaritet si 2 muj që mund është e zavëzon 4 muj tjerë, se do me thonë korriki edhe qershori, gushti është shumë nxehtë edhe temperaturat, do me thonë e vështirësojnë çdo përpjekje që Pa është ajo që vjen dikush një muaj para se marrë këto pushimet e verës dhe thotë po du me pas një trup të mirë. Po, unë tregova, neve na ka ndodhur me det, për 10 ditë na ka ndodhur kena me shumë pushim ç'a mujmë me bo. Edhe ty mund është mi tregu që veç ndezi, mund është me marrë, se edhe det është shumë kohë e shkurt, ama unë tregova për shkak të personave që janë të dhënë shumë këshilla, shumë shembuj, edhe fatmirësisht rrjetet sociale kanë bërë vetin ku na po mundemi me prezantu edhe punën tonë, po edhe të mirat, se çore tash është 10 vite fundit kena luftu me shti fitnessin trend. Unë besoj që u mri. Fitnessin Prishtinë, Gjilan, kena shumë investime. Tash që jam të menu, vitin e fundit është për mi kazu domet e fitnessit. Na nuk kena njohuri për domet e fitnessit, për suplementet, për mosha caktume, për grup mosha. Do me thonë, cilat ka pajisje që ndalume në fitness, që nuk guxon mi bo një mosh minus 16 vjetë, ose vjen një problem që ka ndishka shëndetësor, edhe jonë do pajisje ndalume ato, rëpsesh, për shembull, unë kam fatmirësisht, jom rrit me gjenerat që i kam shok tash doktora, fizioterapeut, edhe kam bashkëpunime me ta